Rozmarina, bima që i ka habitur të gjithë, forcon trurin 100%. Antioksidantët e acideve të rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë ose ngadalësojnë shfaqjen e problemeve të Alzheimerit dhe një ekspert italian e tregon atë. Rozmarina është një bime që përdoret në kuzhinë dhe me kalimin e viteve është vërtetuar se rozmarina mund të përdoret si një ilaç shtëpiak për më shumë probleme shëndetësore, dhe këto veti unike bëjnë atë një nga më të përdorurat për shëndetin. Sipas Dr. Mark Moss, i cili kishte prezantuar gjetjen në konferencën British Psychology Society, kishte theksuar se rozmarina dhe ndikimi i saj në kujtesë është krejt real. Kjo u jep mundësi njerëzve të funksionojnë më mirë për çdo ditë, kur është fjala të pandërprera edhe kujtimet edhe për të mbajtur mend gjëra të rëndësishme siç janë ditëlindjet ose ngjarjet e të kaluarës. Rozmarina është një nga erëzat më të mira që mund të shtoni në gatimet tuaja, të cilat përveç shijes do t'japin edhe rezultate të mira për shëndetin e kujtesës.